Çështja e skandalit me diploma false në shkollën e lartë pedagogjike Bajram Suri në Gjakov ende nuk është mbyllur. Të pandeurit vazhdojnë të punojnë si pa të keq, ndonse diplomat që kanë në xhep dyshohet se janë të falsifikuara. Kjo gjendje pritet të zgjasë derisa gjykata themelore e Gjakovës të dalë me një vendim për ta, fajtor ose jo. Deri më tani procesi gjyqësor ka arritur gjërë në stadin ku ende të mlidhen materialet dhe dëshmit. Janë gjithsej 86 të akuzuar për falsifikim, mirëpo deri më tani vetëm për 3 prej tyre të cilët konsiderohen se kanë luajtur rol kyç janë mbledhur prova. Prokurori Agron Matjani, i cili po merret me rastin, ka thënë për Tribuna Channel se lënda është vjetruar sepse ka kaluar shumë kohë që nga koha kur është kryer kjo vepër. Dëshmitarët tashme i kemi në gjyq, tani na duhet të gjejmë materiale ose prova për javën e ardhshme. Vepra është kryer në 2006, e nga 2006 deri më sot kanë kaluar 9 vjet dhe vjetërsimi është normal sepse ka afat deri në 3 vjet. Ata vazhdojnë të punojnë me këto diploma. Ne e dim që shumica janë blerë me para, sepse ka pas dëshmitar që kanë dëshmuar këtë. Gjykimi do të përfundojë së shpejti. Ta shpresim të mbajmë një seancë me dëshmitar dhe në seancën tjetër do të përfundojë gjithçka. Mirë po, kjo nuk është më keqja e mundshme. Redaksia e Tribuna Channel ka informata se në shkollën e cila është ndërtuar në fshatin Damanek të Maleshevës janë disa prej të pandehurve që pretendojnë të punësohen si mësimdhënës në këtë institucion. Megjithatë, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami mohon të ketë ndonjë projekt për lëshimin e funksion të ndonjë shkolle në Malishev, ndërkaq për rastin në përgjithësi ai fajson procesin gjyqësor ku e quan proces zvarretës. Procedime janë 15 vjet e vjetra dhe nuk kemi pas asnjëherë një përfundim procesit gjyqësor. Fatkeqësia ka qenë që ne gjatë inspektimit kemi vërejtë se lëndja nis nga viti 2000. Nuk e di kush po ka me hapa shkollë për ta persona të ndryshuar. Mos po e bën komuna Malishevës. Ministria do ta mbyll më njëra shkollë ose hapet, po mendoj se kjo është vetëm çështje e thashë famave, sepse nuk mund të hapet në shkollë, por mësimdhënësit duhet shkojnë në burg ndoshta. Ndërkaq, prokuroria Shpresa Bakia ka treguar për Tribuna Channel se si ka filluar dyshimi i falsifikimit të diplomave për herë të parë. Për herë të parë, kryetari i komunës së Malishevës në mbledhjen e tyre ka reaguar duke thënë: "Po vinë arsimtar që deri dje nuk kanë qenë as në Kosovë e po ma sjellin diplome në shkollës së lartë në Gjakov. Mandej kemi shkuar me hetime dhe kemi arritur që në fund të akuzojmë 86 persona. Ka fundi vitit 2011 e kam ngritur akuzën, ndërsa një pjesë e lëndës veç është vjetërsuar e pjesa tjetër vazhdon të gjykohet." Lënda për herë të parë ka shkuar në gjykatën e Gjakovës me 30 dhjetor të vitit 2010, që në fakt i bie të ketë shkuar në vitin 2011.